Mirdita. Shëndet, Valbona. Faleminderit. Urdhëro Besnik. Mamaja nuk është këtu? Jo, shkojmë pazar. Pse e kërkon? Më dërgoj mamaja ime për mullirin e kafes. Hyr brenda se ta japun. Duke u kthyer nga Durrësi pash ansamblin Shqiponja. Çturne të bukur do të bëjnë Besnik. Do të shkojnë në gjithë Shqipërinë. Është hera e parë që nuk shkoj me ta. Të vjen keq? Sa të bëjmë më mirë do të nisem dhe unë. Po si kur të kesh në rrugë për Shkodër, pas 3 ditësh. Mund të vi dhe unë me ty? Patjetër. Edhe e kam një rrugë për ta bërë. Ti je i mrekullueshëm. Sikur mos kisha frikë se të ngjisja gripin, do të kisha përqafuar. S'më zë gripi mua. Si the? Asgjë, më kam vetur zakon të flas me vete. E kam nga makina. Atëherë kështu po lëm, pas 3 ditësh të shtunën, po nisemi për Shkodër. Mbaroj kjo punë, miru pafshi. Harove mullirin. Çfarë mulliri? Mullirin e kafes, a erdhe për ta kërkuar. Ah, po më doli nga mendja. Haroj shumë. E ke nga makina. A ka mundësi vi deri në Shkodër, mbartoj motrën. Të trashëgohet. Hyp. Faleminderit. Studioni për oficerë? Kam mbaruar këtë vit. Jemi 5 motra. Babai kishte pengë që në shtëpinë tonë nuk ishim një djalë. Donte ta bënte oficer. Kështu unë vazhdova shkollën dhe babai t'ju plotësua dëshira që të ketë një oficer nga familja jonë. Kur do arrim në Shkodër? Ne shofert e kemi zakon që mos saktojmë kur orën. Paske dhe ti nga këto paragjykime? Unë pyes për orën pasi ansambli i psonte shfaqjen e fundit në Shkodër. Do të këndosh sonte? Po.
Valbona, Ua, Leka. tani erdhe? Po, Po ansambli unë sot për në Thirz. në Thirz. Po, Si pas me edhe sot ata duhet ishin këtu. Që nga tres. Po ju çfarë punë e bëni këtu? si gjithë një punoj në uzinën e telit. Kam përgatitur vallet e ansamblit. Apo kënoni sonden që faqen tonë. Si t'ju them, kam dëshirë, po Publiku do të naqet shumë që ne sonde kemi në gjirin tonë këngëtare në ansamblit Shqiponja. Si thoni? Me leje? E nje këtë magazinjeri? Gjafër? Po si jo nuk e njoh. Po ku është? Po nuk e gjete këtu, shko kërkohet te kapja gjuetarëve. Me leje, shoqe? Urdhroni shok. E njeh Gjafën? Cilin gjaf? Gjafën atë magazinjerin. Atë magazinierin që është një qikë shtu? Ja, ai burri atje me mustaqe është. Ja thotë ishim pyll, pa bonzo hiq. Kur një gjoj zarët, qaf njërë, qaf tjetëri, unë gati. Kur mikë mushke modhe, veç që kur më tel një lamet terë jegër, balë për balë me, një shok. Me leje shoku Gjaf, unë... Në fale shok, si më zoni, ja është balë për balë, e në merë ryqë pare me shok. Unë një ti po dreva, se di që derri nuk thehet do të prej qafës. E në zonë në vend mas i pebe. A i hiku, unë t'javash. Tëm njënën, tëm dytën, ne hullë lëmë shumë tokë. Me leje shoku Gjaf, desha t'ju them se Në shok të lutëm, nuk shiko si në zonë. Njashtu. E ku e lëm ne? Aty ke... Ke derri, pa. Mëse ti, brava një dy derra tjera. Mja dhe të 12 lever, ku më deli skile. Tak në sa ikne. Ku më talin një dy kunjove të buka. Unë shoku Gjaf, vi nga ministria. Si thedi shok? Po ju pres të gzyra, mos u vononi. I kam pra, se erky nga ministria. Qene kine me pagune? Asgjë, pagujmë ne, pagujmë ne. Mirë, pra. Hajtë miru pafsh. Ai miru pafsh. Ja, erda, am fali minut. Do me thënë, vini nga ministria. Po, Qfar punë e baneti? jam shofer. Shofer? Po, Cilin keni sjellë nga ministria? kam sjell makineri bujësore. Makineri bujësore? Po ti the se vi nga ministria? Po, nga ministria e bujësisë. Hajde në zyrë, shoku shofer. Ama qenë ke gjuetari fort, shoku Gjaf. Qka? Vrit ke shumë kafsh. Por gjëja që vrit ke më mirë është kohë e punës. Do shkërkosh shpejt dhe do ngarkosh qimento për fush ars. Kam folë me të agjensis. Si urdhon shoku gjuetar? Më falni, shoku magazinjer. Si për herë, zanin tanë të ujtanë gju. Në bëri pra, si për herë, zanin tanë të ujtanë gju. Hej, mirë se merë dhe moj pranverë, do dy zemra me I bashku. Mirë se merë dhe moj pranverë, do dy zemra me I bashku.
Dashur spektator, sonte në shfaqjen ton kemi mysafire këngëtaren Valbona Shkoza. Shpesh përzier në qepa kishte, me pluma bashk të rime mi sërishte, gjaketin baje o baba. Jas të ke vinjetin në ato vite, ta ngjuen me gjak të kuqe shok që ranët, mua me mizu latine partizane, gjakita jote o babar, babar me vete, gjakitin tëme, që kone mame, me tjetër më një. Në festëve në kutur, gjakit në kuqe, o se harroj babar, babar me vete, gjakitin tëme, që kone mame, me tjetër më një. Me të shkëru, në festëve në kutur, gjakit në kuqe, jo se harroj babar. Në ato vite, fitoren e kur nga priu partia, kujtimi shtrejn i lundës popullore, gjakita është i shtrejn babar, babar me vete, gjakitën tëme, që kone mame, me tjetër më një. Me të shkoju, në festëve në kutur, gjakit në kuqe, jo se harroj babar, babar me vete, gjakitën tëme, që kone mame, me tjetër më një. Me të shkoju, në festëve në kutur, gjakit në kuqe, jo se harroj babar. Bëra gabim që qëndrova 2 ditë në Shkodër. Nuk dija do të takoj ansamblin në Fiers. Do të takosh, mos u bëj merak. Pastaj ata të lutën të qëndrosh 2 net në shfaqjen e tyre. Më vjen keq që nuk gjete ngarkesë për në Fiers. Do të kishim shkuar bashkë. Tani të gjej në makinë që të vazhdosh udhëtimin deri në Fiers. Ku e keni rrugën? Për në Fiers. A ka mundësi të marrësh me vete një vajzë? Është komshia ime. Po mirë, le të vi. Ku është? Ja këtu.
Me këtë shoqen do të jesh rehat deri në Fierz. Faleminderit besnik. Më vjen keq që po ndahemi. Besoj se do takosh ansamblin atje dhe çdo gjë do të rregullohet më së miri. Dgjoj. Sa të shkosh në Tiranë, shko te mama dhe i thua që jam mirë. Patjetër. Edhe ti merre në telefon nga Baramcuri dhe tregoj vendin ku do të shkoni. Mirë. A nisemi? Dëgjoj edhe një gjë. Kur të shkosh në Bajramcuri, mos e lër pa parë lumin Valbona. Është shumë i bukur. I kalta. Nuk e merr me mend sa më pëlqen Valbona. Prap nuk i thash. Për të gjitha thonë se am djali shkath. Po kur vjen puna për dashurinë, atje benzina sikur ka ujë. Nuk ecën fare. Fatime Sokoli. Fatime! Fatime! Valbona? Po ty nuk të pash me ansamblin. Tani sa arrita. Ku janë shokët e ansamblit? Po ata u nisën sot në mëngjes. Rrugës nuk i pam. Ata ikën nga Bajramcuri, kurse ju keni ardhur nga rruga e re. Po për ku u nisën? Më duket se do t'japin shfaqjen kombinatin metalurgjik. Sipas planit duhet shkonim më parë në Ballsh. Mundet, unë kështu dëgjova. Në Bajramcur do ta marrim vesh me saksi se ku janë nisur. Po ti kështu? Isha në prova, kemi festivalin e qendrave të punës.
Alo, mama ti e? Jam unë, Valbona. Po nga po fletë kështu? Nga Bajram Curi? E takove ansamblin? Si the? Ishi nisur? Po tani sot bësh? Kush flet? Valbona. Po, nesër do të nisesh me autobus. E ku do të shkoj? Nesër do t'jesh në Ballsh. Dëgjoj, Valbona. Para 3 ditësh mori në telefon Drita, e pra përgjese ansamblit. Ajo u gëzua shumë që ti ishe nisur. Miru pafshim. Si the? Po të takoj besnikun t'i them të fala nga ty? Jo, nuk haroj. Ke shumë të fala nga Valbona. Alo, Valbona, Valbona! Me leje? Faleminderit. Ku po shkon, më bi? Në Ballsh. Banon atje, ke burrin apo të fejuarin? Jo, mojnën, shkojmë për të dhënë koncert. Ju këndoni? Po, jam me ansamblin Shqiponja. Edhe unë jam instrumentist. Jemi me ansamblin Shkëndia, shkojmë në Berak për të dhënë shfaqje. Qeshia lule në përgota, trandafili dhe mimozat ver. Lule më të bukëra, vizatoj në gocat, si kurtina erdhe moj pranë ver. Pajin që ndisni në tjenë në tona, brenda 4 murve të shtëpis. Në fabrikën tonë, vazot e kristalta, gocat këndin djelin e partis. Pajin që ndisni në tjenë në tona, brenda 4 murve të shtëpis. Në fabrikën tonë, vazot e kristalta, gocat glendin djelin e partis. Shifni lulkuqet si kanë qel petale, trandafili në qeq kundër mon. Gjyrat më të bukra, florës shqipëtare, vajzat nga kavaja pikturojnë. Ma shumë dritare, so do të kemi, ndaj provoj me gjama pa fushim. Djeli i partiz dhe pranvera e vlerëta, në çdo shtëpi do të ketë lulëzim. Ma shumë dritare, so do të kemi, ndaj provoj me gjama pa fushim. Djeli i partiz dhe pranvera e vlerëta, në çdo shtëpi do të ketë lulëzim. Që lëson flakë, shqipëria se fuqion, lës mujton, gjaku bivakë, dhe
Megjithatë, mendoj se nuk është shkak të mërzitesh. Ti po e shfaqe me asamblin drita për punëtorët e Ballçit. Kështu nuk është keq apo jo? Nuk them se është keq, po Valbona, mbas këngës që do këndoj Zelia Sina e keni radhën ju. pyet mua nga je o vajzë, unë të përgjigjem shpejt jo nuk di. Vlora qyteti ku unë kam lindur, por në Elbasan jam ri. Klasën e parë në Fier fillova, klasën e tretë në Laçe mbarova, pastaj kalova ndeje në Fierzë, vije kantiereve. Ju mund të thoni e përse vallë, si zoj shtektar kudo neve shkojmë, se montadore kam unë babalën, me të kam shkuar shpesh në çdo anë. Kus kemi shkelur, kus kemi shkuar, ne montadorët kantjer, se vitet tona shpejt i lartojnë, veprat e reja në përat dhe. Kush më pyet mua nga je o vajzë, unë të përgjigjem shpejt jo nuk di. Kus kemi shkuar, kus kemi shkelur, nga jugu në veri. Gjithmonë kështu unë dua të mbetem, midis punëtorëve dua të jem. Mos ju çudisin fjalët e mia, jam unë nga gjithë Shqipëria. Ju mund të thoni e përse vallën, si zoj shtektar kudo neve shkojmë, se montadore kam unë babana, me të kam shkuar
Mirdita, Valbona. Oh, Agimi, kam kaq vite pa të parë. Nga ke qenë? Ku s'kam qenë? Në të gjithë Shqipërinë. Kështu e thot edhe kënga, apo jo? Më ka folur Monda. Ajo krenohet për vllajën e saj montator. Më kanë thënë se je martuar. Po, kam edhe një vajzë, më ka lindur këtu në Ballç. Ka emrin tënd dhe quajnë Valbona. Po ti sonde çfarë do të bësh? Sonte? Nuk e di. Mund të kthehem në Fier dhe nesër do të nisem për Gjirokastër. Po rrini këtu sonde. Nesër nisen në Gjirokastër drejt nga Ballçi. Jo, faleminderit. Po rrini Valbona. Do të bëhet tjevi shumë edhe gruas. Ku je moj Valbona, se më ran këmbët duke të kërkuar? Po ti këtu, kur erdhe? Falni, harova t'ju prezantoj. Ky është Agimi, vllai i shoqes time. Ky është Besniku, një komshiu im. Atëre Valbona, eja të kthemi në Fier. Kam gjetur një makinë që niset pas pak. Po pse të ktheheni, rrini këtu sonde? Jo, do t'i ikim. Po pse të bëjmë rukot, Besnik? Nesër nisemi për Gjirokastër. Prandaj unë po rri sonde tek Agimi. Do të rish tek ky shoku? Pse, çfarë ka? Jo, asgjë. Atëre, ditën e mirë. Prit, Besnik. Si po ikën kështu? Më pret ai shoku. Do të nisem për në Fier. Nesër do të kthehem në Tiranë. Lam të mirë. Po ky çpati kështu. Mëngjes, Besnik. Mirë mëngjes. Ç'ke kështu? U grinda me dispečerin e Fierit, po nuk mundet të kthej urdhrin. Më duhet të shkoj në Gjirokastër e Sarand. Nuk e doja këtë rrugë, po që t'i bësh detyra. Si shkove mbrëm? Mirë, po ti? Shumë mirë. Ditë e bukur sot. Aha. Do me thënë, e kalove mirë mbrëm? Po, shumë mirë. Agimi kishte një grua shumë të dashur. Më priti tamam si motë. Grua? Pse është i martuar ai? Po si? Bile ka dhe një vajzë. E quajnë Valbona. I martuar? Sot është vërtet ditë e bukur. Ke të drejtë. Emra tona i bjellim ne, emra të lule qeni çdo pranver. Ja o qaqe qenere, aty qeni kur zorje dhe kareher. Sa ka uje të vete, e vale këtë me mengjira. Sa të rone këtë mahale, ashte në rozhëgri. Atë dhe hyni pashur, tine në parti. Ku shkon? Në Gjirokastër.
Aman më mirë se ashtu e kam punë. Mirë, hajde ip. Faleminderit. Nga të kemi? Jam prej një fshati këtu. Kiu ma thonë emri. E gëzofsh. Faleminderit. Pa të fisarmonik, që keme vete? E kam marrë ashtu kot. Dita los pak. Kam mbaruar një kurs 4 mujor për fisarmonik. Shumë mirë. Edhe këtë shoqen e kemi artist. Këndon, kështu që u bën 2 artista në këtë kabinë. Çfarë pjesë e luani me fizarmonik? Çfarë të duash? Të gjitha nga pak. Vallen popullore e qaj fane. Di dhe një tango. Sa herë që bënit mbrëmje vallëzimi e los. Fshati ma pëlqen shumë ma tango. Po tani pse shko në Gjirokast? Kryesia më qonë në një kurs teatr. Pra për muzikë? Jo, këtë radhë për bletë rritës. Bletë rritës? Si kështu? Nuk ishin këtë dërgojnë. Kush na prish me pak punë? Kiu. Ajde të dërgojmë Kiu. Dhe unë vajta, u ka marrë dorën këtyre punëve. Vitin që kaloi, bëra 3 kurse. Një për fisarmonik, një teatr për mundje dhe një teatr për balet. Për balet? Ti me atë trup? Po, thasha Terezi, po mbushet mendja atyre, ty do të dërgojmë se nuk na prish punë. Pastaj ke bërë një kurs për mundje dhe je i përgatitur për balet. Kështu që thoni ju, Kiu juaj bëri 3 kurse vitin që shkoj. Mrekulli, të shkoj jeta në kurse. Po mirë orti kursanti për jetësh. Çfarë punë bën kur kthehesh nga kurse? As një punë o mik vllai. Sa mbaroj një kurs, Kiu fiu në një kurs tjetër. Do t'jesh në një kokër dembeli ti se ke shokun. Jorë për nder nuk jam, po tani, në një punëtor i madh nuk janë xhanën, po ndo një punë e bëj, po vetëm më qojnë. Nisu Kiu për në kurs dhe unë vete. Tamam, merë valicën dhe nisë është i Kiu fiu. Kiu fiu këtu, Kiu fiu atje. Kur të kaloni ndonjëherë nga fshati im, ktheu në ande dhe t'ju gostis me mjalt. E ku të gjejmë ne ty? Me siguri do kesh vajtur në një kurs tjetër. A doni t'i bje fisarmonikës? Jo, se kemi radion. Nga kraha në mori, sot për ty o gjina kastër. Se shpo frysë sot e fabit e tori, dreqan qeli joni kaltër. Më del kanga nga kraha në mori, sot për ty o gjina kastër. Ju kam sje, nga Tirana për ti mjell, lullet bukra plot merë, I kam sjell për ty e në verë. Lullet bukra plot merë, I kam sjell për ty e në verë. Një tuf lule nga Tirana, unë I mlova shpi për shpi, me ty janë dhe zemra tona, ty të bofita 1000. Këto lule që I vadite, roj kujtimin ma të shtrejnë, për shtepin gjino kasterite, që të përkuni s'parit ndje. Ju kam sje, nga Tirana për ti mjell, lullet bukra plot merë, I kam sjell për ty e në verë. Lullet bukra plot merë, I kam sjell për ty e në verë. Qëndro Besnik, më në fundi takova. Po ku je mori fat? Kam kaq ditë që ju kërkoj. Nga Shkodra këtu në Gjirokastër ju takova. E po turneu pësoj disa ndryshime. Në disa vende ishin skenat e zëna, në disa vende qëndron më shumë, në disa vende qëndron më pak, e po ti di vetë punë apo jo? A do vish të pinim një kafe? Të faleminderit. O kursanti stazionuar, ktheju në fshat dhe shtroju punës. Po, në Gjirokastër mbaruam. Nesër mbrëma kemi të shfaqje në Sarandë. Ti do vish me ne? Jo, do të vi me atë shoku.
Është një komshiu im, shofer. Mirë, si të duash. Gëzohem që u takove me shokët e ansamblit. E kisha vënë e që ishe mërzitur shumë. E po, me gjithë këto peripeci, ka qenë një udhëtim shumë i bukur. Apo jo? Edhe mua më pëlqen udhëtimi me ty. Udhëtim në pranverë. Besnik. Jo, asgjë. Nisem. Shkojmë të shkarkojmë. Sa qytet interesant që është ky. Ka një bukuri tjetër të veçantë që nuk e ka asnjë qytet. Sa shije kam pasur të parë tam për të ndërtuar gjëra kaq të bukura. Po ta vësh re, Beratin. Ka tjetër bukuri. Megjithse ngjet me Gjirokastër. Shiko atje, Besnik. Ndoshta bëhet në indasëm. Dikush martohet. Mundet. Martohet bota Valbon. Martohet. Shti bësh është pranver. E pranvera i ka këto. Çfarë ka? Si çfarë ka? Ka gjëra të ndryshme. Pemë me lule, dallën dyshe. E plot gjëra të tjera. Po mërdi. Shkojmë. Ama burë që nuk di të lidhësh dy fjalë. Edhe mban veten për trim, pale. Freno, Besnik! Ato po bëj, po frenoj. Besnik, kur mund të arrim në Sarand? Nga ora 9 jemi aty. Çka? Nuk e di. Kam frikë se është pompa. Në gjë me rëndësi? Më duke se po. Çmu desh që të thash se kur do të arrim në Sarand? E pe? Mos u bëj fëmi. Ç'lidhje ka kjo me prishjen e motorit? Këtu nuk rregullohet. Duhet oficina. Po vjen autobusi. Mund të jetë i Sarandës. Më mirë po pres, ndoshta rregullohet motori dhe shkojmë bashk. Jo, shko me autobus. Kam defekt të rënd. Ti ke sonde çfaqje?
shumë thurte këngë mbas betejash, këngë për liri, për shokët e ti. Erdi lajmi që nga mali, ra poeti partizani, kënga fluturoj nga buzët e ti. Shokët nër marshime, për mes këngës dhe me borë, bashk me tonë këngë, poeti partizan. Nisen këngët në për qeta, nisen qetat në për male, malet këto këngë i këndojnë.
Si e Valbona? Mirë. E takove ansamblin apo ja? Po ti si e? Shumë mirë. E rregullove makinën? Po, atë e rregullova. Më ka mbetur diçka tjetër më e rëndësishme pa u rregulluar. Çfarë? Dëgjoj Valbona. Dua të them diçka. Unë Valbona. Shoku shofer, jeni në kundravajtje. Nuk jam në kundravajtje, jam në rrugë të mbarë. Jeni në kundravajtje sepse keni lënë makinën në vendin ku ndalohet qëndrimi. A do vish dhe ti me ne? Pa tjetër. Shkurte, ti këtu? Si e Valbona? Si e Besnik? Mirë. Sot u ktheva nga leja. Kam stërviti me vajzat e fshatit. Edhe ne po shkën punojmë tek këta racat. Dhe pas shfaqjes do të bëjmë një udhëtim me motoskap. Nuk keni udhëtuar ndonjëherë? Jo. Është shumë bukur.
me gjakën e mbrojnë. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që në balla prit. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që në balla prit. Gjaku i dëshmorëve, o nuk bahet uj, nuk dolem na shkelin as një këmbë huj. Shqipërin e kuqe, kush do ta cënojë, i madhe i vogël, plumbi dert në gojë. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që në balla prit. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që në balla prit. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që në balla prit. Punën të gëzuar, ne kemi partin, ne kemi e në verin që sot të thënë Shqipëri. Poezia që menate me shkrepave pahu, takova tek burimi një vajzë tu mushuj. I tha se mu do zgjani, moj vajzë me kaçurela, pa tu je partizani, te lutem nga Bruxela. I tha se mu do zgjani, moj vajzë me kaçurela, pa tu je partizani, te lutem nga Bruxela. Ajo ka një fjale dhe uj freske të rodhi, shikimin vale vale, mu duk se vajza më hodhi. Me syte mine face, kur nriti di Bruxela, mranitu fmanu shace, e verdhat kaçurela. Këmbiem buzë qeshje dhe djerë sakret në tër, në shkrinë tërë malet dhe u dhamu bëdet. Dhe i kanë për pyje e prita me tela, s'me hiqeshin prej syve, se verdhat kaçurela. Dhe i kanë për pyje e prita me tela, s'me hiqeshin prej syve, se verdhat kaçurela, se verdhat kaçurela.
po të hypni në pjesën e sipërme deti duket mi bukur. Dëgjoj Valbona. Unë të du. Je shumë e mirë. Mos e ke fjallën për lumin Valbona? Jo, e kam fjallën për ty. Dëgjove. E kam fjallën për ty. Do në ta përsërisë më. Jam shumë e lumtur, besnik. Tendrita te